Përshëndetje të dashur shikues, jemi te panajiri i librit në Prishtinë, ku përmbahet edicioni 24 i kësaj çmërie nën motën Përgjigja e Shqipëri. Sipas shoqatës së botuesve të Kosovës, në këtë panajir të librit do të marrin pjesë rreth 100 autorë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe diaspora. Këtu do të ekspozohen rreth 6.000 titull, ku 2.000 prej tyre janë titull të ri. Kjo është panajiri 24 dhe unë e quaj Festivali i Librit, Festivali i Dijes. Çdo dije bazën e ka në libër. Keni parasysh brenda këtyre kopertinave sa mençuria është. Dhe mençuria, siç e dini ju, është forcë. Dija është forcë. Edhe nuk ka monument më të mirë që i përballon gjitha kohrave. Shtatorët nga bronzi, nga ari, një ditë mund edhe koha të rënoj. Libri asnjë fortunë nuk mund ta shërnjos nga mendja e njeriu, nga asnjë luftë nuk mund ta zhduk. Kemi lexues të moshave të ndryshme, sepse Dubagji nuk boton vetëm për një tip lexuesish, por për më shumë lexues. Po njëherë nuk është keq, po presim që ka pas më shumë vizitor. Është e njëjta formulë, nuk ka asnjë ndryshim nga vitet e tjera, është dy botuese nga Shqipëria dhe nga Kosova janë mbledhur në Pallatin e Rinisë. Me thënë të drejtën, shumë ndryshe nga vitet e tjera, si vjet nuk ka shumë njerëz. Shohim nuk e di nëse është mos interesim apo njerëzit mund të jetë fakti që janë liberalizuar vizat, mund të jetë një nga faktorët që njerëzit mund të kenë ikur, por shohim që nuk ka interesimin e viteve të shkuara. Në fakt sot jemi vetëm në ditën e dytë, panajiri sapo ka filluar dhe është pak herët për të dalë në përfundime, megjithatë nëse bëj një krahasim me vitin e shkuar, numri i lexuesve dhe i vizitorëve, të paktën në stendin tonë, ka qenë disi më i lartë.